Sot kujtojnë që vallahi sot shpesh herë më kujtohet në plot raste. Më kujtohet tallja e disa njerëzve me muslimanë ngjajshëm sikurse tallja e popullit Nuhit me Nuhin atë. Apo Nuhi e ndërtoi anijen. A ka deti, a s'ka deti, a ka marashi, a s'ka marashi, s'është kjo punë e me Allah. Allah më ka ndreqet i anijen atë. Po ja rab, s'është aktualitet tash, s'është në mod dania. Apo ai thanu i kështu Allah ta zgjal, ti ndreqe anijen. Atë ka thonë Allah ndreqe anijen. Ndreqe. Deti ka 200 kilometra, s'është kjo problemi joti, na e bim që të detin me dash. Që kjo është apëton me nësru Allah ta zgjal apëton. Andaj do një ndreqin anije, s'do këtë kërkon deti do talën. Qëre ta tash, kalisat edhe në thot anije për ndreqin apëton. Por shpejt i përfshin tufani apo edhe e shet se lyp mund gjit në anije po dyrë të mshela apëton. S'ka mundësi mund gjit apëton. Wallahi plot njerëz isha që kështu ganjere të fundosur në tufanin e fitneve nga se janë tallë me danie që i ndreqin do pa përpara apëton. Qashtu sikur se o tallë populli i Nuhit me Nuhin alayhis salam apëton. Prandaj huzuva, hajgare hesapi, hajgare xhehenimi, hajgare në këtë hajgare i kapton. Dërsa ato që ka Allah ka është hajgare, që ajo kom për një me madhë njët vetë apëton. Risku, hajgare është apëton. Risku, është, jo në kuptim të hajgare që është i letë, po është loj. Nga së është pjesë e kësë dunjaja apëton. Prandaj ata për ta ka qenë kjo ma kryesore, kjo ma e madhja apëton. Ndërsa ato që ka Allah të bare këtëre e ka konzruar serioze, për një me të gjitha këtu kanë qenë talle për ta apëton. A nuk e pa njëri që kur i thuash se Allahu xhallahu ka obligu me fal namazin, hajgare sa për këtë punë. Wallahi ka njerëz që këtë ajet e xhenemit e lexon, këtë që kanë Kur'an pikë shë nuk e lën, këtë hajgare i ka. Për çfarë Allahu thot? Të dështuar dhe ky është shpërblimi i merituar për ta xhehenem, nga se i kanë konsideruar ajetet e Allahut huzua. Dhe kjo ajetet e Allahut huzuva, Allahi po do më thonë për fund. Nuk është veç njëri që tallet me ajetet e Allahut, kjo është për një me kushuar pjatet e kështu me radhë. A këna mundësi e në nërë mu tallë me ajetet e Allahut xhallahu ala, në herëna, pa qëllë mu tallë? A mundë në nërë mu tallë? Qëna po vinë nga Kurani me një formë të talljes me ajetet e Kuranit, që fatë keqësisht jam duke u befasu në vazhdimsi me talljen e musliman me këto ajete. Qysh musliman tallën me ajeta, jo tallje qëllimt, kuptim të lojës, por edhe veprimin e tillë Allah e ka thujt tallje atë. Andaj na duhet t'i përmbajmë fjalën që Zoti na ka mësuar me përmbajtje atë. Në kuadër të ajeteve të shkurrizimit, ku Allahu na mëson se duhet të shkruajë atë. Apo rregulla që ka. Allahu në fund të rregullave thotë: "Wala tattakhidhu ayati Allahi huzwa." Apo mos bëni hajgare me të Allahut, po përmbajeni këto rregulla aftën. Apo sot e çon një musliman gruan e vet i thosh o vëllai nderuam, gruaja kur shohet i detin e prat shtëpit vet, jo te baba vet. Ai hoxha kom shuta se më mbajnë shtëpi. Ç'kjo është hajgare? Ç'kjo është hajgare se Allah ka mos bëni hajgare? Ose i thosh ky rregull, apo ky rregull. Hala nuk kom ni që një edhe pse po ni shpesh që po ndodhin ndarje mes muslimanëve, e kjo si me kon kampanje organizuar me subhanallahu diku që më juram sysh. Për një me të vërtet probleme shumë të teksume në shtëpitë e muslimanëve. Me ndarje, me probleme, me konflikte, e kështu me radhë. Nga shumë raste që kom dëgju të shkurrizimit. Nuk kam dëgju hala, ka është e me dështë a ime që s'jom informu, po s'paku pa shpalosi përvojën tim pareguva. Hala nuk kam dëgju se një grua muslimane, s'pa thanë tjertë me emne, jo, e mbuluar i falë 5 vakte, dhe a tjetër është musliman, apo që ajo gru i detin, kohën e pritjes, që është 3 muaj gati, e ka kalu të këburri vetë afën. Ja, kër e lëshan, në kuptan dëbim nga shtëpija afën. Që saj Allah i ka thonë huzuva, unë e s'pe i thamë vëllahi afën. Allah i ka thonë ju po bëni hajgara, unë e po i thënë mëse qitë për i shpis, duesh me e majtë. Furnizimin, smuët, gruja e shkurëzimin, smuët, apo halar një detë, krejt hargjimet të shrimit i merë baba, se në shpit babës është mu, a i mu gale se ka apëtën, se ka shukrun, a e ka obligim me këqyr hala apëtën, ose gru shtatë zane shkurërizim, kush e këqyr atë miti se dele apëtën, që të këtyn regula, që neve nga duken thjeshta,
Po Allahu i ka thënë la tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos bëni hajgare me ajet Allah xhallahu ala, ose në kuptim të shitblerës, ose në kuptim të marrëveshjeve, ose në çfarë lloj kuptimi. E gjën muslimanët shumë pa kujdesshëm, hiç nuk kështu në si këtyre rregullave apo. E pastaj duhen u bë syt me nxirr apo për 100 euro Allahu na fal ato. Pse? Pse se respektua atje, andaj është hakmar pasaj në fund ato. Pra ato që Allahu ka thonë, bënë vllai nderuam apo. Bënë ato që Allahu të ka mësu. Çka do qoftë ajo? A është në favor tonë, nuk është në favor tonë. Kjo nuk duhet me qenë ajo që vendos sa kime marrë këtë vendim apo s'kime marrë këtë vendim apo. Dhe Allah më të vërtet për ne duhet të qenë shumë kërcënuese. Kur Allahu në kuadër të ajeteve të shkurëzimit thot la tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos i merrni, do thot ajetet e Allahut, argumentet e Allahut, mos i merrni për hajgare. Mos i merrni për lojë. Kjo të më kompanive shumë shqetësuese. Shumë me qenë e rëndësishme dhe serioze.